Kishe haram i thot, puna vetë be, puna vetë aja. Qysh me puna vetë? Po për çka hi e hoq, për çka hi e hafës, për çka hi e haji, për çka vjen xhami, për mi thonë aty në çka bojnë haram, harama kjo. E diti kush a Zoti? E njeh Allahin ti? Andaj na i thojna vetë vetës e si cëli qka i banë Allahu gjuna. A e diti kush a Allahi? A e di kujt i ki ba gjuna? A e di qka mundet me të gjetë? A e di ti pasojen? A e di se Zoti ka shkatru popoj për gjunajnë? A e di se Ademin e ka qitë për gjenetit për një gjuna? A e di se Iblisin e ka qitë për gjenetit për një gjuna? A e di se ka shkatru popullin e Nuhit, popullin e Adit, popullin e Tlemudit, popullin e Salihut, popullin e Shuaibit, bitë e Israilit? A e din se Allahu ka shkatru popoj me erë? A e di popullit Lutit që i ka gjithë? A e di për një gjuna që i ka gjithë popullin e Lutit? E ka ngrit Allahu Gjelle Gjelalu me kratë e Gjibrilit ketë Jordanin në qilë. Populli Lutit të konë ta e ka ngrit qilë me nërtok, edhe e ka këthy për mbis. Edhe thëtë Allahu, a janin zanin dikujnë aty? A të shëtëson të dikush për popullit Lutit? E dikush del neve në thotë, e drejta vetë, s'ka drejt mi ba gjuna Allahut kërkush, s'ka drejt mi ba gjuna Zotit kërkush, sepse shkatrohemi të gjithë. Por para kësaj duhet të adim se mi ba gjuna Allahut është shumë e madhe. Mës me dëgju Zotin është shumë e madhe. Kur thira Allahu me ba një farz, edhe ti silë është vërdal, silë edhe pështilë edhe nuk je i drejt për drejt. Kur Allahu thotë mos e që kjo haram, edhe ti pastaj munohesh me ba manovra për me e ba atë gjuna, e runa Zot me ba halalat gjuna. Kjo ka pasojat mëdhoja në individ dhe në shoqëri. Shoqëria sot është i vujt pasojat e mos dëgjimit Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo tokë është e Zotit, atij duhet i bindemi. Këto ligje janë Zotit, atij duhet i bindemi. Allahu ka më na i kthi krejta ligjet kundër neve, nëse na kthemi kundër Allahut subhanahu wa taala. Andaj me një vend ku dikush është kujdestar, me një vend ku dikush është i Zot i shtëpisë, s'mund është ti me në rregulla, s'mund është ti me kallëzu çka duhet. Kjo tokë, i Zot i kësaj tokë është Allahu Gjelle Gjelalu. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, nahnu narithul arda, e jona toka.